të gjeta në kuzhinë. Mirë se erdhe, mirë mëngjes, mirë mëngjes të gjithëve. Të kemi qef, apo? Vënë dyshim? Vë një kështu, tak. Po, jemi në prag të Pashkës ortodokse, jemi në përgatitje të menduarit të tryezës festive. Këtë muaj me plot festa edhe vezët gjithashtu, që cilat presin të skuqe nga visa. Kur janë të ditë bëhet e njëjta dhe e shtuna, apo jo? Shëndet. Nesër kemi lyerjen e vezëve, më pasër, shurekun, to 2 ditë më thënë janë... Magjerica... Po, magjerica ne kemi sot. Sot të bëjmë magjerica. Pra sot kemi biskotat e Pashkëve ose ndryshe këta kuluraqja, kemi... që mos i kemi edhe nga e përditshme, kemi një tavë me spinaq. Super. Po tavë me spinaqin me vezë, po s'pati pak miell asgjë nuk bëhet faktikisht. Lidhsin. Kemi dhe magjiricën e famshme, pse them e famshme. Sepse kërkon ato jeshilliqe dhe gjëja kryesore është sallata. Sallata dhe bishat e qepëve. Sa për të sallata lë më pas kur t'i vi radha. Ktu kam. Te kuluret kam vezët, 3 vezë. Vezë jo të lyera, të pa lyera, si do t'i lyejmë nesër. Përvishemi. Do doja të dija nëse i doni t'i lyejmë bimore apo me ngjyra, si të dëshironi ju, dhe pse unë jam tek te bimorja. Kam 3 vezë, i rah mirë. Kam një vezë tjetër që lë për lyerjen e sipërme të biskotave. Kam sheqerin, gjalpin, sod vanilje, pak qumësh portokall. Nëse ju doni t'i eliminoni të gjitha këtu çfarë unë kam, patjetër zëvendësoni me mielin që është me farinën. Patjetër keni të verdhin, keni dhe ngjyrën portokalli. Sipas aromave. Por më pëlqen me që është festive, që unë t'i kem dhe në tryezë. Po. E largoj. Pra kemi nisur me shpërbërjen e vezëve. Lash vezët këtu. Filloj sheqerin. Sheqerin do të rah me 250 gram gjalp. Të tretet, derisa të ndryshoj dhe ngjyrën. Ka një aromë shumë të mirë. Dhe nëse ju doni... Oniki, vazhdoj pak të lutem se harrova. Sheftia. E një mundi kam unë në shkreta, qatë kujtoje, qatë mbaj mend. Se kemi dhe vezët për t'i trazduar për t'i rarë, por me shumë siguri do të kalojnë të kjo përzierja me gjalpe dhe me... Pra, normalisht kemi gjalp të kripur dhe gjalp të pa kripur. Normalisht e kërkojnë gjalpin e të kripur dhe pështë një kjo. Pra edhe me telin pa raksen elektrike mund të realizojnë. Të kollajta si dikur. Të tretet mirë. Do punohet mirë dhe kërkon diku te 60 ml qumësht. Nëse nuk doni të shtoni qumësht, mund të shtoni lëngun e portokallit. Mua më pëlqen që të jetë masa e qumshtit, sepse ka një efekt tjetër. Portokalli jep aromën, por qumshin e them vazhdimisht që edhe në gatime unë shtoj pak qumësh që t'i jap atë ajkosjen. Shtoj sodën, aktivizoj. Patjetër që kam shtuar shumë pak, për të vetmen arsye që do të shtoj mielin farina hap. Që është një përzierje do t'i shtoj edhe pak vanilje. Si kurse edhe, se në fundit tek biskotat, ne ato duam të ndjejmë aromën, aromën e gjalpit, aromën e vanilës, apo të portokallit që kemi zgjedhur të japim si... Ta bëj paksa esencë, më të veçantë, përse jo ka marrë këtë voglën fare, që nuk më bëm punë, pa hajde. Që i ka shumë të dëndura, po gjem atë tjetër më mirë, është shumë e imët? është shumë e imët dhe të mbetet më shumë në pajisje. Ja kërkoj pak ndë nga banka jote. Po këtu do jetë ndoshta, diku këtu. Ja e provojmë një herë me të... Po të hapë sërtarët tanë këtu. Super, ja s'ka që se Aj shumë pajisje guzhine, sa? Do thosht Alban, bëshoj po si.
Ajde të shofim dhe njerë për bërë, se shiko sa pak ngelet, ja. Kjo është përshash, kjo për hudhrën më shumë, që e duam të imët si peltet të forë fare. Unë kam aromatike, se kam shtuar Shikoj, di qatë mjëre ka kjo? Vaniljen e portokallit. Se kjo nuk shkon deri tek pjesa, tek shtresa e bardhë e portokallit, ajo për cilën e themin a i veron. E di që e paragjykuam kot? Jo, nuk e... Shpërtheu aroma. A themu për shumë që nuk në nënvlefsojmë as një mas, as një pjesë një produkti? Ja. Kështu e imë, si që është ajo grisja, ajo pajisja, na bën të mund të marrin vetëm cipën e hollë sipër me fare të portokallit, ku është përqendruar më shumë dhe aroma. Shpërthen aroma. Atëherë, kalojmë tek vezët këtë mas. Më vete gjalpin dhe sheqerin, dhe pastaj tek vezët e raura të shpërbëra, bashkë me aromat e vaniljes, portokallit dhe një majluge sod. Vetëm për faktin që janë biskota festës, pashkës, se që marrin këto gatimet e festave, se që marrin një tjetër, po, se që marrin një tjetër është festive. Unë e kam thënë dhe njëherë, një poezi, ka qenë libri i parë i Moza Ahmetit. Libri i parë i Moza Ahmetit, diku unë do të kemi qenë në diku të 16 vjeç. Edhe shkruante një poezi, le të jetë si të jetë, puna me këngë i kërë më shpejt. Në këtë mosha ajo ka fituar dhe çmimin e parë në Itali për poezi. Kështu që me librin e parë ishte një goditje për poezinë e bukur, edhe që shpreh diçka fantastike. Dhe ti, të them të drejtën, mund ta thuash që e ke si frymëzim poezinë. Të them të drejtën, poezitë më të bukura janë shkruar në atë kohë. Të gjithë mund të shkruajnë, por nuk janë poet. Mund të shkruash dashurinë sepse të linë ndjenjë. Por që të jesh poet, pa tjetër duhet të dish rimën, lidhjen, sintaksën, metaforën, ta përdorësh, pra nuk është dash e letë. Që kështu, një përshëndetje shumë të ngrohtë të gjithë poetëve. Po, edhe poezi dashës. Pa tjetër. Jam një përzierje, sepse pa tjetër që unë do ta punoj me dorë. Do të lihet 20 minuta. Do lihet 20 minuta, sepse duhet të vi. Duhet jetë pak ngjitës. Ato trajt do ketë. Ja, e largoj tani dhe unë nga rjeta e telit, sepse rjeta e telit tashmë mua nuk më ndihmon. Po, tani një lugë fedora për ta formuar brumin e duhur, në masën e duhur, në trajtën formën e duhur, për ta lënë të pushoj. Pra masat të duhura, kaq, masat të duhura dhe ju do shikoni ja. Do t'i shohim tani në ekran, masat e biskotave tona të pashkës, me aromë, portokalli, vanilje, i shohim pak gramaturat e recetës tonë të parë, i shohim në ekran. I kemi gati, na i vendosni, që edhe anvisat i shënojnë për recetat e tyre të këtyre ditëve. Kemi gjalp të butë, 250 gram. 200 gram sheqer, 3 vezë, 2 për brumin dhe 1 për lyerjen e biskotave, 60 ml qumësht, 1 lugë çaj vanilje ose lëng portokalli, 1 lugë çaj pluhur pjekës, 1 lugë çaj sod buke, 500 gram miell dhe pak lëkurë portokalli për të ritheksuar aromën e këtyre biskotave. Pra, mos pretendoni që t'u bëhet si brum byreku, ja, i tillë duhet jetë. Kështu i bën gjalpi, vjen të shkrista. Mjafton duhet 250 ml. Kjo është 200 gram, shtoni dhe çerekun e kësaj dhe shkon te 250 dhe më pas portokallin po të doni ju, nëse nuk doni, dënë portokalle moj. Ngrije kokën e lartë moj. Nuk e kuptoj këtë këngën. Se na zuri malli, vinte gusha jote moj. Po se ka dhe gjitha arën portokalli. Jo, ishte edhe pjesa me limonin. Mirë, s'ke kuptoj. Kanë qenë kështu të shartuara, limon e portokall bashkë. Brenda familjes agrume. Edhe, e lë të tillë, do ta punojmë mbas 20 minutash, dhe kthehemi sërish me Jack Comeback. Laj duart dhe vi. Ne do të vazhdojmë me mesazhin promocional dhe rikthehemi për të vazhduar me recetën e dytë, shumë i shkurtër.
Mirë se u rikëthyet në pjesën e fundit të hapësirës së gatimit për sot dhe shihini pak format e biskotave që Albana, me cilat Albana u morë gjatë publicitetit, formë gërsheti, formë bastuni, format rumbullakta, formë kërmilli, çfarë do lloj hyllje me radh, mjafton që të jenë të larmishme edhe të jenë festive. Pra ka vaj, brumi, gjë që? Okej, ndërkohë, me qënë se pjeca më e madhe e brumit është shfrytëzuar për t'i dhënë formën e duhur, unë po vazhdoj me pjesën tjetër. Jo, baroj, s'ka qa pjesë se u lodhe shumë gjatë pushimit. Unë mbush tepsia, e po kisha dhe unë sa punë të mija. Më tha që do të ndihmojnë fa. Unë e bëj të duket, unë nuk ndihmoj neshti, unë ndihmoj live, të duket, të konkretizohet. Kështu në publicitet. Nuk ka sepse këto marrin për masa, prandaj dhe fryen, po. Mirë, thash për pjesën tjetër të brumit, ta pjekim ashtu siç është. Ta pjekim kështu, një biskot të madhe për mua. Bëjmë kështu forma të vogla. Për mua. Mira, te tash. Opa, direkt. Jo, një sekondë, ta bësh punën tënde ti se. Do ta, jo që të kalojmë te pjesa tjetër. E kalojmë te pjesa tjetër? Por na duhet edhe një vezë që t'i lyejmë pak. Të bardhën e vezës. Me të bardhën e vezës vetëm do t'i lyejmë. Pra ne zakonisht përdorim të verdhën e vezës për të bërë këto lyerje, por të herë për t'i dhënë atë shkëlqimin. I jap një furç. Dhe i lyejmë për shkëlqim dhe i vendosim për t'u pjekur. E rahim pak sa. Këto nuk duan shumë kohë për t'u pjekur, kanë përshtypjen. Jo, shumë pak. Kanë ngjarpjen të shkripta dhe piqen shumë kollaj. Urdhëro. Edhe mbaruam. Një ngjyrë të lehtë do të marrin. Një preke të vogël. Dhe fillojmë. Sa për shkëlqim?